Pas epidemisë në Gostivar si pasojë ndotjes së ujësjellësit, drejtori i ndërmarrjes publike komunale Shari, Valon Zeqiri, thotë se në Tetov së bashku me Institutin e Shëndetit Publik do të vazhdojnë që të testojnë ujin në bazat ditore. Sipas tij, gjitha kjo bëhet me qëllim që të preventohet çdo lloj përsëritje ngjarjeve si në Gostivar. Zeqiri thotë se cilësia e ujit në Tetov i plotson të gjitha standardet dhe se uji është i mirë për pije. Prej kur ndodhi rasti i Gostivarit, ne vetëm 2 herë në javë e kena bërë testimin e ujit. Tani e bëjmë për çdo ditë. Marrim analiza nga lokacione të ndryshme në të gjithë territorin e Tetovës dhe ky testim do të vazhdoj gjatë gjithë mandatit sa jam unë drejtor, do të vazhdoj që të bëhet çdo ditë analizë e ujit për shkak që qytetarët të jenë më të sigurt dhe të ndjehen më të sigurt gjatë përdorimit të ujit për pije. Zeqiri u bën apel të gjithë kolegëve të tij drejtor të ujësjellësve në komuna të tjera anë mban Maqedonisë së Veriut që të marrin shembullin e Tetovës dhe të kryen analiza çdo ditë me qëllim që të shmange çdo lloj rreziku për paraqitje të helmimeve apo epidemive sikurse në Gostivar. Në qoftë se rasti i Gostivarit nuk na ka kthjelluar, të gjithë ne që jemi në pozitat kyçe, sidomos ne që jemi drejtor të ujit, në qoftë se rasti i Gostivarit nuk na ka kthjelluar, atëherë është për të ardhur keq dhe duhet që në gjithë qytetet, komunat ku konsumohet uji për pije, duhet që të bëhet analizë e detajuar dhe çdo ditë uji të bëhet analizë që të ofrohet qytetarëve ujë sa më cilësor, pasi qytetarët na kanë besuar neve këtë pozita dhe ne duhet që t'u kthejmë në mënyrë sa më të mirë. Me që gradualisht mërgjimtarët filluan që të kthehen në vendet ku punojnë, drejtori Valon Zeqiri thotë se sasia e ujit në rezervuare është e lartë dhe se nuk pret që të ketë mungesa të ujit gjatë muajve në vijim.